Kandidati i pavarur për Bashkinë Vlorë, Vasil Bedinaj, i ftuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim, ka marrë pjesë në një dëgjesë publike në kuadër të nismës Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit për llogaridhënien e zyrtarëve publik. Kjo dëgjesë ishte konceptuar si debat mes 3 kandidatëve për Bashkinë e Vlorës, por kandidatët e tjerë të forcave politike nuk e pranuan ftesën. Është detyra jonë si kandidat të përballemi dhe të shpjegojmë alternativën tonë përballë të rinjve, përballë pensionistëve, përballë intelektualëve dhe përballë të çdo lloj grup moshe. Por me sa duket këta 2 kandidat nuk u intereson përballja me ju, përballja përgjigja e pyetjeve nga ana juaj, sepse e kanë ndarë mendjen që do të vazhdojnë ta marrin jetën e këtij qytetit ashtu siç e kanë marrë për këto 25 vjet. Gjatë kësaj dëgjese publike, të rinj vlonjat i drejtuan kandidatit Bedinaj pyetje mbi rolin dhe përfaqësimin që ka kjo grup mosh në programin e tij. Të rinj për herë të parë do të jenë pranë nesh dhe do të kontribuojnë me të gjitha krijimet e tyre. Zëri i tyre do të jetë më i miri në bashki. Bashkia e ardhshme nuk mund të funksionojë ashtu siç duhet pa pasur të rinj brenda. Dhe ne do të mbështesim çdo nisëm, çdo krijim të tyre. Do të përzgjedhim më të mirën, do t'i ngrëmë në nivelet më të larta dhe këtë nuk do ta bëj unë si kryetari i jashtëm i bashkisë, por do ta bëni ju. Në vijim, Bedinaj u përgjigj pyetjeve të rinjve në lidhje me punësimin, edukimin, problemet e komunitetit rom, duke u premtuar se ndër të tjera Bashkia e Re do të ketë një portal dedikuar rinisë ku do të gjenden të gjitha mundësitë për trajnime, bursa dhe punësim. Në fund, ai u përgjigj edhe pyetjes mbi cilësitë e kryetarit të ardhshëm të bashkisë. Çfarë cilësish mendoni ju se duhet të ketë kryetari i ardhshëm i Bashkisë së Vlorës për të na përfaqësuar ne? Kjo nisëm dhe kjo që ne kemi marrë përsipër të bëjmë është për qytetin dhe është për të gjithë ne së bashku. Unë nuk jam përfaqësues politik dhe nuk kam asnjë plan politik përveç se të shërbej këtij qytetit me të gjitha hallet dhe problemet që ka. Ne jemi qytetar vlonjat me zemër dhe të ndjeshëm për të gjitha shtresat e këtij qyteti, të gjitha grupet e interesit, për të gjithë komunitetin që jeton në Vlorë. Kjo do të thotë që shërbëtori i ardhshëm i bashkisë duhet të ngrihet në mëngjes me hallet e komunitetit dhe të shkojë për të pjetur me hallet e komunitetit. Bedinaj e komentoi mungesën e kandidatëve të tjerë si papërgjegjshmëritë politikës për të dëgjuar zërin e të rinjve.